Mes mish përfaqësues të komunitetit të Çamërisë dhe familjarëve u përkujtuan në Elbasan 90 vjetori i lindjes së shkrimtarit të Çamërisë, Bilal Xhaferi, nderi kombit. I lindur në Ninat të Konispolit, ai ishte një ndër zërat më të guximshëm të letërsisë shqiptare kundër diktaturës komuniste. Organizatori i aktivitetit Hishmet Zane dhe studiuesi Bashkim Kuçyku u ndalën te dimensioni shumë dimensional i poetit disident Bilal Xhaferit, ndërsa puna e tij u përball me censurë dhe ndalim, ai sa detyroi të largohej drejt Amerikës. Si vjet që është 90 vjetori, ka shumë të dhëna të reja, sidomos për biografinë, për mendimet, formimin, qëndrimin e tij, i cili nuk ishte ditur më parë, sepse prej disa vjetësh është hapur dosja e Bilal Xhaferit, dokumentet tjera të arkivit të shtetit, dhe sot ne kemi gati të plot portretin njerëzor të intelektualit dhe disidentit Bilal Xhaferi. Në të vërtet, ne tani e kemi qartë se kush ishte. Dosja tregon që ai ishte një figurë shumë e rëndësishme intelektuale se sa që kemi njohur nëpërmjet veprës letrare, sepse mendimet e tij që janë përfshira në dosje, qëndrimet e tij, qëllimet e tij ishin të një niveli të lartë, të cilin ne nuk mund ta mendonim. Bilal Xhaferi është bashkëkohës i Ismail Kadares. Edhe pse ata kanë patur pak divergjenca për romanin Dasma, por Bilal është i papërsëritshëm. Ai nuk kishte marrë shkollë të lartë, por ai kishte gjeninë e Zotit. Ishte dhënë Zoti gjeni që të ishte një personalitet i letrave. Shkrimtarët e Shqipërisë e kanë njohur të gjithë, edhe kritikët. Adriatik Kallulli, një nga kritikët më të mirë të letërsisë shqiptare, ka folur jashtëmase mirë për të. E di pse? Sepse vepra e Bilalit është e papërsëritshme. Bilal Xhaferi humbi herët prindrit dhe kjo e detyroi të punonte në moshë fare të re, ndërsa zbuloi talentin për poezinë e prozën. Mbesa ti thotë se vepra dhe kontributi i tij i trashëgoi një mesazh të vyer. Ai nuk ishte vetëm njeriu ton familjar, është i gjithë popullit. Pena e artë që kishte ai, vullneti, dashuria për atë dheun dhe shumë cilësi të tjera, ishte i shquar ishte i dhënur pas librave, pas gjërave për Shqipërinë. Veprat e tij, si Krasta Kraus, Njerëzit e ri dhe revista Krau i Shqiponjës, botuar në mërgim, u bën simbol i lirisë dhe protestës shpirtërore shqiptare.